Po, përshëndetje Shokvandi. Mirëmëngjesi, dita dhe fundjavë të mbarë të uroj, nuk na dole me video call sot, por të dëgjoj gjithsesi, një vësoj është. Atëherë, për temen me arrimir se i bane një zbërthim, një analizë për para që ja dhe meritën për këtë iniciativë, ja dhe meritën emisionit tanë. Qytetarve, jo thjesht emisionit tim. Ne që më qytetarve në emisionin tanë më atë shi, adini shi, jo, se Edi Rama, adini saj në gjënë qytetarë, nuk e ke idejnë. është tjetër gjë ajo, unë thash një fakt. Unë kam vite që le themi bëj këtë program jemi së bashku edhe e mbaj mend shumë mirë që cilat janë propozimet. Ashtu si e interpretove nuk është fakt. Që me fjalë tjera, më të bugra tjera the që Edi Rama në gjë qytetar në emisionin tim. Nëse do ta lexosh ashtu. Në gjë Edi Rama fort në gjithsesi. Unë thash edhe atë tjetrën, që ai bën llogaritë edhe për të fituar zgjedhjet e tjera, por që atë e din atan. Okej, më thuaj. Më thuaj përveç kësaj atyre. Unë do të kishe dashur për shkakun si mas mehet, sepse për çdo tanin tranzishëm që ka marrë gjykata kushtetuese, ju e keni shtruar, e keni bën temë diskutimit në emision. Po pse ky vendim i gjykatës kushtetuese për marrjen në arrestëpije të doktor Berisht nuk ju duk i rëndësishëm ose nuk ju duk interesant? Sa ishte i zgjatur apo i të zgjatur, mos gaboj. I pa drejt, edhe i të zgjatur. Që të shqipit e polizosha një gjosha, më mirë me thonë, një avokat, një njeri jurist, më thonë, gjykata kushtetuese pas ka thonë që çdo 2 muaj ajo gjykatë që atje ka denu, që i ka dhënë këtë mas sigurie doktor Berisht, Irena Gjoka, nëse zgaboj. Po s'ka garanci, ajo gjyqtare e pas ka pas detyrim një herë në çdo 2 muaj me rishiku masën që ja dhënë. E kuptoj. Doktor Berisht. Na fundon disa çështje juridike të kuptoj. Një sekond. Pra me pa ashtu tentu këmi e thyrë të mos, ashtu tentu me prish prova një në tjetën, po pra okej, po. Të të pyes diçka, ja na e shtruat ju. Të pyes diçka për pensionin, e ke marrë apo jo pagesën e muajit janar dhe a je i qartë ose çfarë pret, domethënë, nuk e di, ma thuaj pak. Jo, pensionin hala nuk e kam marrë, nuk kam ne ashtu, e marrë gjithmonë në fund muajit kur nuk ka kallapeks, nuk ka një problem. Po, për kategorinë teme, jam edhe për kategorinë e parë, po e quajmë, jam këti qartë, se jam interesu, si me thonë, kushe për ta me pensionin, hereditetit e këto me të ndërëtin nuk i kam njekë dhe nuk ashtu. Por unë i kam njekë dhe i herë për punë pensione me qina... Ku jeni, të kush kategori jeni, se nuk është se janë sekret nëse, nuk është se janë miliarda ato edhe... Po jo më nuk kam e gjallë... Jetë e kategoria me të... Pensioni pjesëm urban mërbur. Pjesëm urban. Po e merë apo jo? Ato 8.000 lekëshin e vjetër. Të shti, deshta mi thonë ti telefonu mu shetë me të shë mirësi. Po të pyes, nuk një përgjishur akoma. Më gjenë më si dhe me ma hangë kondi. Kusht aty që Edi Rama nuk ka vra njërës, e se Berisha pas ka vra njërës, atë kujtoj shoku telefonus që po aktin një ta që ma milmen, një 3-4 persona i ka vra policia Edi Ramës. Okej. Mirë, dakord, po ma thuaj pak pensionin mu, e mera të 8.000 lekëshin e vjetër apo jo? E kalonat të avani për 220.000 lekësh? Ma s'qaj hap ma bërë dhe se edhe mësë më adhon një fani Parti Socialiste ma bërë se ka nevoj. Po dëja, do më dhenë, po dëja. Ja, Parti Socialiste, një mbështetës, të gjërë, po jam le dhe them, një mbështetës si flakti PD-s, atë shtesën e pensionit ja falë kontribut Parti Socialiste, çuditshme duket kjo. Pa ka nevoj më bërë dhe ka nevoj edhe për të vogla, se këta jam mësu me 50 milion euro, me 100 milion euro, 200 milion euro. Duket sikur kalon atë Ylberin, në më thënë. I duen atë një mbështetës si PD-s të financoj PS-n. Faleminderit. I duen vogla për kulturë. Okej, faleminderit, përshëndes për telefonatën. Kemi një bisedë me videokoll në këtë moment, po besoj shumë shkurtimisht për efekt kohë. Mirëmëngjes.